Fundi i befti Nicolas Maduros, dikur një nga figurat më të zëshme të aksit anti-amerikan, ndodhi jo në fushë betejë, por në heshtje. Ai u kap nga forcat speciale amerikane dhe u zhduk nga skena ndërkombëtare pa një deklaratë të vetme nga Vladimir Putin dhe aleatët e tij. Për shumë kënd, kjo mund të duket si tradhti, por në të vërtetë është strategji. Rusia ka bërë një zgjedhje të qartë. Nuk do të harxojë energji për të mbrojtur aleat të largët si Venezuela, ashtu si SBA nuk do të rrezikojë më në një luftë për Ukrainën. Ky është pakti i heshtur që po formson një rend të ri botror. Në këtë rend, SBA-ja rikthehet fuqishëm në oborin e saj, Amerikën Latine, me ndërhyrje ushtarake direkte dhe pa shumë diplomaci. Trump e ka kthyer hemisferën perëndimore në prioritet strategjik, duke lënë të kuptohet se për Ukrainën nuk do të ketë më një çek të bardhë. Nga ana tjetër, Rusia konsolidon dikimin në kufijtë e saj dhe përgatitet të sfidojë NATO-n aty ku e ka më të lehtë, në Ballkan dhe Evropën lindore. Serbia, Bosnia, Armenia, ndoshta edhe Moldavia janë zona të hapura për ndërhyrje, sidomos nëse SBA-ja vijon të tërhiqet. Kjo nuk është më një përplasje e madhe ideologjike, është një ndarje e territoreve të influencës, një rikthim në logjikën e fuqive të mëdha që respektojnë hapësirat e njëra tjetrës për aq kohë sa kjo nuk ndodh në oborin e tyre. Maduro është vetëm prova e parë. Më tragjik do të jetë rasti kur një Maduro i ri të rrëzohet në Ballkan apo Baltik dhe bota të hesht sërish, sepse loja është mbyllur që më parë dhe është mbyllur pas një marrëveshje publike, por me veprime që flasin më shumë se fjalët. Shqipëria në këtë ekuacion të ri gjeopolitik. Në këtë konstelacion të ri global, Shqipëria rrezikon të mbetet spektatore në një skakier ku lëvizjet vendosen larg Tiranës, ndërkohë që perëndimi po riformulon prioritetet dhe Rusia po teston durimin e NATO-s. Qëndrimi diplomatik shqiptar ka qenë korrekt, por jo proaktiv. Shqipëria ka mbështetur Ukrainën dhe sanksionet ndaj Rusisë, por ka heshtur për rritjen e ndikimit rus në rajon, veçanërisht për zhvillimet në Serbi, Bosnjë dhe për rreshtimin e Maqedonisë së Veriut drejt krizës politike. Nëse ky pakt i heshtur midis fuqive të mëdha zyrtarizohet, atëherë Ballkani kthehet në zonë tampon, ku çdo lëvizje diplomatike apo ushtarake merr rëndësi strategjike. Tirana duhet të kuptojë se neutraliteti nuk është opsion, sidomos kur aleatët historik si SBA po bëjnë zgjedhje të vështira në politikën globale. Shqipëria ka nevojë për një politikë jashtme më të guximshme, më të angazhuar në forumet euroatlantike dhe më të zëshme për destabilizimet që po përgatiten në rajon. Sepse nëse dikur testi ishte Venezuela, herës tjetër, ai mund të jetë shumë më afër kufive tanë.